Ndarja nga jeta e parakohshme në moshën 40 vjeçare e këngëtarit Shpat Kasapi ishte tronditëse për familjarët, miqtë dhe publikun. Kasapi ndodhej në Itali së bashku me të shoqen dhe djalin e tyre 4 vjeçar për një kontroll mjekësor për të birin, kur në orët e vona të së martës është ndjer papritur keq dhe ka ndërruar jetë. Në një intervistë, vëllai i tij Albini u shpreh se ndihma e parë mjekësore i është dhënë në banesë, por nuk ka mundur që të mbjetojë. Ai tha se deri tani dyshohet se shkak për ndarjen nga jeta është bërë një arrest kardiak. Në gjendje të rënduar dhe të shokuar nga lajmi, ai tha se po shpreson që ky lajm që u erdhi nga Italia të mos ishte i vërtet, por për fat të keq vdekja e tij u konfirmua. I pyetur nëse më parë këngëtari ka pasur probleme shëndetësore, vëllai i tij tha se ka pasur disa shqetësime të vogla nga zemra, por jo diçka serioze. Trupi i tij ndodhet në Itali ndërsa në vijim pritet që të kryen procedurat për të mbërritur pranë familjarëve. Artisti Shpat Kasapi ka lindur më 1 maj 1985 në Tetov, Maqedoninë e Veriut. Ndër vite ai është njohur dhe është pëlqyer për këngët pop folk. Karrierën muzikore filloi në moshë të re, ku pas disa prezantimeve në festivalet për fëmijë, fitoi çmimin e parë në festivalin Bletëzat në vitin 1998 në Tetov në moshën 13 vjeçare. Sukseset e para që paraqisin një urë kaluese nga kënga për fëmijën atë për të rritur, ishin prezente dhe çmimi i parë në festivalin Këngët e Stinës 2002 në Tiranë, çmimi i publikuar në festivalin Nota Fest 2003 në Shkup dhe çmimi i publikut në Alba Fest 2003 në Shkup. Menjëherë pas këtyre ai fitoi çmime të tjera në disa nga festivalet në Shqipëri, mes tyre dhe çmimi si interpretuesi më i mirë në Top Fest 1. Shpat Kasapi deri më tani ka realizuar disa albume të suksesshme dhe mjaft të dëgjuara, si Tash po kthehesh, Medikament, Axhamiu, Do të vi një ditë, Pa ty sjetoj, Kush të ndau prej meje, Se pranon, Medikament. Artist do t'i mungoj familjes, miqve të afërmëve, skenës shqiptare dhe publikut.